dhe na bëjnë që të vritemi, dhe të shkatrohemi, dhe të shajmi, dhe të ofendohemi për pasuritë e kësaj bote të vogla që do t'i lejmë një ditë. Mashtrim më të madh që i bëhet njerëzve që i thojnë kita fmo për dynja, leku ku është, pasuritë e kësaj bote, të cilat një ditë do kthehen ngrimës në pluhur dhe njeriu do t'i lejë dhe e kanë mashtruar njeriu dhe e lejnë që mos ta kuptojë që pasuria e vërtet, mbretëria e vërtet, mirësia e vërtet, bukuria e vërtet, fisnikëria e vërtet është ai që fiton xhenetin. Me dhjetra, me qindra herë na tret Zoti në Kur'an për të fituar xhenetet e përjetshme. Pasuritë e pafundme dhe të përjetshme, jetën e përjetshme, rininë e përjetshme, shëndetin e përjetshëm, kënaqësinë e përjetshme. Kështu na mëson Zoti. Po ne na kanë mashtruar në tokë dhe s'na lanë me kuptuar mirë këtë. Dhe na bëjnë që të vritemi, dhe të shkatrohemi, dhe të shajmi, dhe të ofendohemi për pasuritë e kësaj bote të vogla që do t'i lejmë një ditë.